Miq të dashur, për desertin do të bëj një qumsht me orez. Zakonisht, unë si e vogël jam mësuar të bëj qumshtin me orez, vetëm qumsht, orez dhe pak krep. Por me kalimin e kohës, shijet të ndryshojnë. Tani do të bëj një qumsht me orez pak më të ëmbël dhe shumë aromatizues, të cilët do t'i shtoj disa përbërës që do t'a rregullojnë shumë shijen, do të bëhet një qumsht me orez fantastik. Përbërësit kryesor janë për 1 litër qumsht, do hedhim një filxhan i vogël i kafes turke, orez, 1 lugë gjelle orez miell orizi, 5 lugë gjelle sheqer, 4 lugë gjelle ara të bluara, unë kam bluar badema, pak lëvore të portokallit dhe 1 lugë gjelle ekstrakt vanilje. Kështu që, me një here, këtu e kam ndezur pllakën, kam grohur tenxhere, e hapim qumshtin dhe e hedhim në tenxhere. Dhe gjithmonë raporti është për 1 litër qumsht, 1 filxhan i vogël orez. Zakonisht, mami më ka mësuar sa po të filloj të vloj uji me hedh orizin. Tani une e di mënyrë tjetër, do t'i shtoj të gjitha për një herë. Dhe sa po të filloj të vloj qumshti dhe të zbutet orizi, i vëjmë kapakum, e uljen temperaturën dhe e lëm të zihen 30 minuta. Pastaj i shtojmë përbërësit të tjerë. Dhe tani qumshti ka vluar, e shtojmë edhe sheqerin. Edhe sheqeri i ndihmon që të trashet. E kam ulur temperaturën, e mbuloj me kapak dhe vazhdon nxirja edhe 20 minuta. Pastaj i shtoj përbërësit të tjerë. Dhe pas nxirjes së qumshtit me orizin, e largojmë kapakun dhe i shtojmë 1 lugë gjelle miell orizi. Miell orizi i shtoj që të trashet kjo sasi. Zakonisht, unë jam mësuar që duhet të zihet e të reduktohet për gjysmën sasia e qumshtit me orez. Kështu që nuk ka nevojë të zvoglohet sasia, nëse i shtoni miell orizi, atëherë trashet me një herë. E trazojmë, e marrim edhe një tel kuzhine, që të mos krijohen kokërzat. Dhe mjafton, është trashur mjaft, i hedhim arat, bajame të bluara, 4 lugë gjelle, ekstrakt vanilje, shtoj shumë aromë, dhe lëvore portokallit. Edhe jap një ngjyrë të fortë dhe shumë aromë. Një qumsht orizi të aromatizuar. Duhet pasur kujdes që ta ngrijmë vetëm nga ngjyra e portokallit, sepse pjesa e brendshme është e thartë. Dhe trazojmë edhe një herë. Dhe është gati. Tani mund t'i shërbejmë në gota dhe i lëm në temperaturë dhome që të ftofen 15 minuta. Mandej, kur të ftofen plotësisht, mundin edhe me vazhdu t'i ruani në frigorifer. Edhe kështut e ngrohur, është jashtëzakonisht e shijshme. Këto mund t'i shërbejmë me ara sipas dëshirës, t'i vendosim sipër, ose fruta të thata, apo dhe lëvore të portokallit të ngrim pak në
e rente dhe duken pak më atraktive dhe shumë të shijshme. Ja, ka që edhe për desertin, qumsht orizi të aromatizuar. Shpresoj që do t'ju pëlqej shumë. Shikus të nderuar, kaq kisha me recetat e mia, shihemi herave tjera. Në vazhdim, ju ftoj të ndiqni koleget e mi, si dhe mos harroni të na ndjekni në rrjetet sociale. Deri atëherë, miropafshim.